E para punës nuk është Prishtina më komunë e llogoreve partijake. Nuk është. 100% nuk është. Ka pikëqyrje trajtore në kuptimin e llogoreve që jem fice. Unë jam me këta dhe se livriti më. Kjo s'vlen. Jo veç në Prishtinë. Shikoni, kjo s'vlen kërkon Kosovë. Sikur të vlente, vetëvendosja i kështë fitu këtë zgjedhjet. Se të ka dalë në shumicën ndërmuesit komunave e para, që 2 herë. Jo, vlen Skënderaj drenas. Po, jo, që i gjete 4 komuna ku s'ka fitu vetëvendosja numrin më të votave. Këtë pjesën e llogoreve që e përmend. Po tash me pas funksionu. Me pas funksionu, si tillë, po them, s'kish pas garë, nashta kish pas ballotazh, po çaq. Prishtinë, jo se jo. Po them edhe në shumicën nuk vlen. Nëse e sheh rezultatet dhe 2021-s, ti e sheh që domethënë nëse s'gaboj tash përqindjet 1-2, i ka pas një 41-2% Arben Vitia, i ka pas një 27% për Bajram Rama dhe 22% Orhan Ismaili. Domethënë çitojnë rezultatet. Me çat 27-8 nashta i ka pas përparimi, sot do kryetar që 4 vjet